Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend, se ku po shkon Shqipëria dhe se çfarë pritet nga sezoni i ri politik, nëse shtatori e tutje do të sjellë rrëzimin e Edi Ramës, teksa protestat vijojnë të jenë të intensifikuara në bulevard. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, ne kemi të ftuar mikun e podcastit ton, zotin Grit Roy, pedagogi i shkencave politike në Universitetin CUNY në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Roy, në optikën tuaj, si e shikoni fillimin e sezonit të ri nga shtatori e tutje, po themi atë politik, dhe sa rrezikohet Edi Rama tashmë nga protestat që vijojnë të jenë të intensifikuara në bulevard? Pikëpari unë mendoj që politika e vetme në botë ku protestat dhe revoltat bëhen me sezon dhe me orar mundet me qenë politika shqiptare. Pra në Shqipëri edhe protesta, edhe revolta popullore duket sikur janë me pushime në 2 muajt e verës, dhe kjo duhet na bëjë të reflektojmë jashtëzakonisht shumë mbi gjendjen e shoqërisë tonë. Thënë kjo, shtatori është zakonisht periudha kur rikthehen të gjitha problemet politike në qendër të ditës, dhe pritet që të rikthehen studentët, diku nga mesi shtatori, fillimi tetorit, dhe me rikthimin e studentëve ka nevojë për një rigjallërim të protestës, për një futje të protestës në një fazë të re, në një fazë e cila do të ishte më së e duhur dhe që duhet ta çonte protestë, që duhet ta çojë protestën në hullinë e duhur. Edi Rama nuk do të bjerë thjesht sepse vjen vjeshta. Edi Rama do të bjerë nëse populli shqiptar dhe të gjitha ato shtresa të cilat deri më sot rrinë qetë, të cilët marrin paratë e tyre, kanë rrogën e tyre, kanë gjërat e tyre, dhe ju duket se çdo gjë po shkon vaj, se le të protestojnë këta të rinjtë të reja atje në shesh që mblidhen çdo natë, dhe inshallah po bëjnë një ndryshim në rregull, po ne do rrim në shtëpi sepse do ruajmë pasuritë dhe gjërat e tjera. Me këtë lloj mendësie nuk ka për të ndryshuar asgjë, përkundrazi ndryshimi që po vjen do jetë një ndryshim i keq, dhe do të jetë një rrëshqitje drejt një përplasje shumë të fortë me ngjyra fetare, sektare, krahinore e gjithë gjërat më të këqija që mund të parashikohen. Pra, unë i ftoj të gjithë shikuesit tuaj që ta mendojnë me shumë qetësi pozicionin e tyre dhe rolin e tyre në shoqërinë shqiptare. Nëse ata duan që të jenë sklever me 2 pasuri, që deri më sot ju lejohet që të bëjnë 3-4 udhëtime dhe që të jetojnë me një standard, po themi, material të pranueshëm për ta, në qoftë se kaq ju mjafton nga jeta, atëherë kjo protestë edhe mund të dështojë. Në qoftë se do të ketë një ngritje nga gjumi të shoqërisë shqiptare të këtyre shtresave që mund ta bëjnë ndryshimin, atëherë realisht që Edi Rama nuk ka ku shkon, sepse legitimiteti i tij, siç e kam thënë më parë, ka rënë. Edi Rama nuk mund të jetë më udhëheqës në vazhdimsi, për sa kohë që ka një popull që e ndjen lirinë e vet. Në qoftë se shqiptarët vendosin që të jetojnë si sklever sa për të shtyrë ditët e tyre në këtë botë, atëherë çdo gjë tjetër është e mundur. Po, nga pikpamja e një analize reale, Edi Rama nuk e ka më legitimitetin, paria e Tiranës nuk e ka më legitimitetin, sepse siç po e shihni, të gjitha palët e Parisë së Tiranës duken të mpira, të strukura. Unë do t'ju ftoja që të mos i besoni atyre fotove nga plazhi ose fotove ose përpjekjes për ta treguar situatën si normale, sikur çdo gjë po ecën vaj. Të gjitha palët e Parisë së Tiranës janë të mpira, janë të mprehura për një konflikt të ardhshëm dhe nuk kanë qetësinë që duan të transmetojnë. Por kjo çdo gjë tani më varet nëse shqiptarët realisht do t'i lënë ata dje me vajza në shesh vetëm, apo duke ndenjur në shtëpi, apo duke shkuar me pushime, apo do të angazhohen për të ardhmen e tyre dhe fëmijët e tyre. Ndërkohë, ka pasur edhe protesta brenda radhëve të Partisë Socialiste, përmendim këtu në bashkitë caktuara ku kundërshtohet shkrirja e bashkive, dhe ndërkohë në Poliçan socialistë të caktuar kanë ndjekur kartat e antarësisë. A shikoni një revolt brenda Partisë Socialiste për të rrëzuar Edi Ramën, apo është ende e vështirë për të shkuar deri në atë pikë?
Ky është njëri nga problemet e shoqërisë shqiptare. Atë unë nuk do ta quaja revolt, atë unë do ta quaja lëvizje të kontrolluar nga një dorë e fshehtë, e cila në momentin e caktuar, kur i nevojitet, kur ka interesa të caktuara, i ngresi me magji të gjitha këto probleme dhe socialistët e thjeshtë, të cilët janë të mësuar me një strukturë ku secili ngre dorën, menjëherë zgjohen nga një zgjendër dhe e gjejnë veten si të revoltuar, djegin tesërat e tjera e tjera. Për mendimin tim, e gjitha është një lëvizje që shkon kundër disa interesave të caktuar, mirë po nuk mjafton. Kjo është një zhvillim pozitiv përsa kohë që ka probleme brenda për brenda mazhorancës dhe brenda për brenda Parisit Tiranës dhe midis palëve të Paris Tiranës, kjo është një gjë e mirë për popullin shqiptar, mirë po nuk mund të flem mbi pritshmëritë se zënkat e brendshme të grupimeve të ndryshme brenda Partisë Socialiste, apo të themi teatri kabuki i inskenuar nga ajo dora e fshehtë, që në momentin ngre protesta dhe nesër bën një marrëveshje përsëri me Edi Ramën për një zgjedhje tjetër, ose me një njerëz të ri, këto nuk mund të jenë të mjaftueshme. Momenti që shqiptarët të gjejnë mënyrën për të rifituar lirinë e tyre nga padroni i ri i shtetit shqiptar, i cili është ulur këmbëkryq, me qira fjala, brenda për brenda shtetit dhe për brenda ditës e shkarkoja të Myftiun e Vlorës, sepse doli jashtë linjave që duhen thënë, atyre që janë të pranuara sot. Pra, në qoftë se nuk duan të mbesin sklevërt atij pronari të ri, i cili përditën më shumë do ta shtojë kërkesën për haraç, atëherë do t'ju duhet që të rebelohen sot, do t'ju duhet që t'i mbështesin ata djemë e vajza atje. Pavarësisht, unë jam i pari që e kam shprehur paqartësinë e tyre dhe mungesën e konturave ideologjike të qarta të tyre. Ata që protestojnë shesh janë gjithsesi njerëz të cilët e kanë ndjesinë se në Shqipëri gjërat nuk shkojnë, ata duhen mbështetur, atyre duhet t'ju bashkohen gjithë ata që janë rehat, në për shtëpia, në për restorante, në për kafe, në për hotelet rreth rrotull, që janë me pushime, që mezi po presin që të kthehen nga pushimet luksoze, të gjithë ata duhet të jenë në mbështetës kryesor të tyre dhe të rebelohen ndaj kësaj skllavërie, sepse kohë tjetër më nuk ka. Nuk ka për të pasur shans të dytë si ky, dhe nëse humbet ky shans për një shndërrim brenda për brenda kontureve demokratike, ajo që po vjen është një luftë me konture fetare, është një luftë me konture sektare, është një luftë me konture rajonale, në kuadrin e luftës së tretë botërore, dhe siç e keni besoj unë raportuar edhe ju, po vjen dhe një ambasador i ri nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka zhvillime në të gjithë botën, pra jemi në një pikë jashtëzakonisht shumë delikate. Dhe pikërisht për këtë duhet mendojnë njerëzit që sot mund të duket sikur zjarri është në qendër të Tiranës, por zjarri është në hoxhaqet tuaja. Zjarri është ndezur brenda për brenda mureve të shtëpisë tuaj, ju thjesht nuk i keni parë akoma tymin. Zoti Roj, a ka gjasa që brenda Partisë Socialiste, përmendim këtu Elisa Spiropalin apo Erion Braçën, të mund të bëjnë një lëvizje të tillë për të rrëzuar Edi Ramën apo të ndërmarrin në kuvend një pjesë të deputetëve socialist një emocion mosbesimi ndaj tij? Shikoni, sistemi politik në Shqipëri është i ndërtuar që të shërbejë atyre që kanë pushtet, dhe kultura politike, ashtu quajtura kulturë politike që ka ndërtuar kjo pari, është kultura e bindjes, është kultura e marrjes ç'të marrësh, e kapjes ç'të kapësh, që edhe vetë kryeministri nganjëherë përdor këtë shprehjen, por ai e shfrytëzon pikërisht dobësinë e të gjithë këtyre të ashtu quajturave politikanë, të cilët kanë nevojë të kapin ç'të kapin. Fakti që ka një lëvizje të brendshme nga dora e vjetër tregon që Edi Ramës janë lëkundur pozicionet e pathyeshme. Jo detyrimisht këto lëvizje janë të suksesshme, jo detyrimisht këto lëvizje janë për shkak se kërkojnë një ndryshim real, ajo që kërkohet është një ndryshim brenda llojit, edhe nëse vjen ndryshimi Spiropali është një nga pjesëtarët e një klani kriminal të jashtëzakonshëm, Erion Braçë është njëri që i ka shërbyer të gjitha klaneve brenda për brenda Partisë Socialiste, ka përfituar, ka qenë deputet, është njëri që nuk, po të mos kishte qenë kryeredaktori i Zërit të Popullit, në një moment të caktuar nuk kishte për të pasur ndonjë vlerë në shoqërinë shqiptare, sepse nuk sjell as dije, as kulturë, as gjë në shoqërinë shqiptare. Pra këta janë gjithë njerëz që janë vegla
të përdorur dhe vegla që është e përdorur një herë, përdoret shpesh herë, dhe vetë kanë lejuar veten që të përdoren sepse janë njerëz që blihen, janë njerëz që kanë çmim në të gjitha palët e Parisit të Tiranës dhe do t'ju ftoja edhe të ndiqni paralelisht me këtë zhurmën që po bëhet brenda Partisë Socialiste, atë që është një heshtje varri përtej llazorerive, përtej kush është shtatzan, pse është shtatzan, kush shkoi me kë, cilat janë gjëra banale, hesht edhe Sali Berisha, hesht edhe e ashtu quajtur opozit, heshtin dhe ata që janë burg. Ata janë duke ndihmuar sheshin, por heshtin të gjithë. Pse? Sepse në fundit të gjitha palët e Parisit të Tiranës janë në këtë lojë dhe përmbysja e kësaj loje i dëmton të gjithë. Pra këta të gjithë duan ndryshim, po jo përmbysje. Duan të iki Edi Rama, po jo të iki Paria. Këtu është thelbi i çështjes. Në këtë rast, pse ky sistem politik ose kjo kastë politike mban të shtrënguar radhët, a ka shqetësimi kryesor mos humbas privilegjet dhe nga ana tjetër, cila është mënyra se si mund të largohet kjo kastë politike? Sigurisht që unë nuk do t'i quaja as kastë, unë t'i quaja band anti-shqiptare, të cilët kanë vjedhur dhe shkelur mbi gjak shqiptarësh për 36 vitesh. Sigurisht që ata kanë vetëm një interes. Interesi i tyre është pasurimi i vetes dhe i rrjeteve që i mbështesin ato dhe shfrytëzimi për këtë punë i çdo lloji privilegji të cilin ju a kanë dhënë shqiptarët. Nuk e kanë kurrë ndjenjë shërbimi publik, nuk kanë kurrë ndjenjë dhëmshurie për popullin e vet, nuk kanë kurrë ndjenjë dashurie për popullin e vet. Dhe disa të udhëheqës të cilët nuk kanë as dëmshuri, as dashuri, të cilët mendojnë vetëm për xhepin e tyre, vetëm për para, dhe të cilët shesin edhe nënën, vllajin, motrën, deri edhe e vladin e vet, këta lloj njerëzish nuk mund të kenë besimin e një populli i cili është në gjendje normale. Ne shqiptarët jemi shumë bujar, ju kemi dhënë shpesh herë dhe shumë herë besimin njerëzve të tillë, por ka qenë në këmbim të asaj që kemi menduar, paktën populli shqiptar shumica ka menduar që nëse edhe ne përfitojmë diçka dhe kështu janë të gjithë. Këta e kanë mbjellë mendsinë, që kështu veprojnë të gjithë dhe na kanë çuar në rrugën e një qorsokaku të frikshëm. Mirë po tani po vinë llogaritë. Mund të shkosh të rrish në një han dhe t'i thuash hanxhiut që se do të paguaj javën tjetër. Po 1 javë, 2 javë, 3 javë, 10 javë, 1 vit, 10 vjet, mbas 36 viteve, do të vijë një moment që do paguash llogarinë, sepse ai që është pronari i hanit nuk të beson më që e javë të paguash. Pra, unë shpresoj që të kemi ardhur në këtë pikë në shqiptarët, që ta dim që këta bujqësit, cilve ju kemi dhënë kaq bujarisht pushtetin mbi ne, nuk na paguajnë dot më mbrapsht, madje nuk kanë asnjë qëllim, asnjë objektiv të na paguajnë. Përkundrazi, duan që të na fusin poshtë e më poshtë, të na bëjnë sklever dhe të kthehen në padron, të kthehen në qehajaj të padronëve. Ky është objektivi i tyre, me aq këta janë të kënaqur. Tani si dilet nga kjo? Në këtë pikë ka 2 rrugë. Rruga e parë është që të rebelohen të gjithë shqiptarët, që të gjithë shqiptarët nga e cilës do mosh, nga çdo krahin, duhet të kenë ndjenjen e një revolte qytetare, të cilën duhet ta shprehin shesh, të cilën duhet ta shprehin duke bojkotuar, të cilën duhet ta shprehin në çdo qelizë të jetës publike. Pa këtë lloj rebelimi, rruga në cilën jemi nisur është një 97 më e tmerrshme se sa 97-a, sepse ato forcat në lojë kanë ndryshuar, sepse gjendja ndërkombëtare ka ndryshuar, sepse situata në botë është tjetër, edhe sepse pavarësisht se si mund të mendoj ajo dora e vjetër që mund ta kontrollojë historinë, sepse çdo gjë është e kontrolluar brenda çdo lloj grupimi politik dhe çdo grupimi fetar ka njerëz të kontrolluar nga ajo dora e vjetër, edhe pse ata mund të mendojnë që kjo kontrollohet, në momentin që shpërthen diçka, siç e di çdo kush që merret me këtë punë, asgjë nuk është më e kontrollueshme 100% dhe momenti që del loja nga duart, atëherë pastaj kemi një problem shumë madhor, kemi një problem që nuk e njeh më i pari të dytin, nuk e njeh më këmba kokën dhe aty pastaj është problem edhe për ta dhe për gjithë kënd tjetër, por do të ishte një shkatërrim total
për interesat e shqiptarëve, sidomos në këtë pikë. Mos harroni që ka episode që na çojnë drejt kësaj analize, të cilat po shtohen për ditë më shumë. Pra kjo nuk është një analizë në ajër, po ti ndjekësh me kujdes episodet të cilët duken të palidhur me njëri tjetrin. Ne kemi jashtëzakonisht shumë episode. I fundit ishte episodi i Myftiut, që u shkarkua brenda ditës, se tha diçka të papranueshme. Kemi episode të grupimeve të ndryshme, të cilat dalin me ligjërata të tipit që ti çojmë në Mongoli apo ti çojmë këta ande e këtej. Kemi pozicionime thellësisht fetare të grupeve të ndryshme, të cilat janë të palëvizshme nga pozicionet e tyre. Kemi kontroll të shoqërisë nga ana e Paris dhe e mediave të tyre. Pra, populli shqiptar fatkeqësisht është jashtëzakonisht shumë lehtësisht i drejtueshëm, por mjafton të mungojë një hallk, mjafton një shkëndi që ky deng sane, për ta quajtur me një gjuhë më fshatshë, ky deng sane të shpërthejnë zjarr dhe pastaj nëse merr njëri deng, digjet gjithë fshati. Zoti Roy, një nga eksponentët kryesor, po themi, të radhëve të Edi Ramës, ose më saktë rrethit të Edi Ramës, është edhe Belinda Balluku, e cila duket se bën sfidë vetë Spakut dhe nga ana tjetër edhe vetë Edi Ramës, ku përflitet se ajo mund të mbes shtatzën për t'i shpëtuar drejtësisë në një farë mënyre. Në këtë rast, sa gjasa ka që Belinda Balluku të përballet me drejtësinë, dhe nga ana tjetër, a mendoni se Edi Rama mund ta lëshojë Belinda Ballukun për të shtensionuar situatën ku ndodhet vendi? Shikoni, unë nuk du të merrem me thashe theme dhe me shtatzanira, sepse këto janë biseda që këtë mendon se bën me këtë mendon se bën opozit Sali Berisha. Çdo gjë është e mundur, pavarësisht se zonja ka një moshë që ndoshta nuk e bën të thjesht këtë lloj zgjidhje për të, sepse në sa di unë zonja është e 973-shit, ditëlindja e 973-shit, kështu që do jetë e vështirë. Por duhet të thënë me shumë qartësi që zëvendës kryeministria ka mundësinë, sepse është përfaqësuese një klani të madh kriminal, ka mundësinë që ta sfidojë Edi Ramën. Edi Rama në krahun tjetër po përpiqet që ta delegitimojë atë. Pra, shumë prej këtyre daljeve kundër saj, shumë prej daljeve të Sali Berishës janë dora e Edi Ramës. Shumë prej këtyre njerëzve që shajnë Belinda Ballukun, vetëm Belinda Ballukun, janë njerëz të Edi Ramës. Pra, atje po bëhet një luftë e brendshme që kush do të mbajë kontrollin e rrjeteve kriminale të brendshme në mënyrë që të jenë qehajit e sindikatës ndërkombëtare të krimit. Pra këtu flitet për shumë çka, po për asgjë. Se kush është Belinda Balluku me 300 apartamente, me gjithë miliardat e eurove të vjedhura, tani më shqiptarët e dinë. Se me firmën e kujt i ka bërë këto vjedhje Belinda Balluku, edhe kjo dihet. Pra nëse Belinda Balluku sfidon Edi Ramën në një vend normal, Belinda Balluku dhe Edi Rama duhet ta kishin fatin e njëjtë. Dhe për mendimin tim duhet shkonin të dy në burg, sepse legjislacioni shqiptar nuk pranon më shumë se sa aq, por po tisha unë do ta ndroja edhe legjislacionin shqiptar dhe do të meritonin shumë më tepër se sa burgu. Thundra e ligjit duhet bjerë mbi kokën e të gjithë atyre që kanë guxuar dhe kanë vjedhur dhe janë tallë me shqiptarët gjatë këtyre 36 viteve dhe nuk ka nevojë pse të jemi gjithmonë me legjislacionin evropian. Unë do të isha shumë më afër legjislacionit amerikan, ku dikush që ka vjedhur mbi $1 milion mund të meritonte edhe dënimin me vdekje. Por në kushtet që jemi, këta meritojnë burgun dhe deri tek burgu duhet të shkojmë, sepse duhet të ndjekim legjislacionin në fuqi. Në një vend normal, Belinda Balluku dhe Edi Rama e kanë fatin e tyre politik të pandashëm. Ashtu siç duhet ta kishte pasur Edi Rama dhe Erion Veli, ashtu siç duhet ta kishte pasur Edi Rama dhe Ilir Meta, ashtu siç duhet ta kishte pasur Ilir Meta dhe Sali Berisha, e të gjithë tjerët bashkë, sepse këta kanë punuar gjithmonë bashkë. Kur ju është dashur, këta kanë bërë aleanca me njëri tjetrin, dhe në moment që ju janë prish interesat si kobrat, këta kanë filluar t'ia shqyejnë njëri tjetrit mishin, dhe po ashtu janë pajtuar prap, po ashtu janë bërë kafsh prap për njëri tjetrin, pra këta janë sjell si llumi i llumit të shoqërisë shqiptare. Nëse dikush, mendojeni në këtë lloj mënyre, nëse dikush, të cilin ju e konsideroni mik, do të sillej si këta, nuk do ta kishit pasur mik asnjë ditë. Pra, mos ka nevojë që ta marrim dhe ta bëjmë analizën e thellë profesionale, sepse ajo pastaj njerëzit humbin tek fjalët dhe nuk shohin atë që është thelbi. Thelbi është
që mendojeni që sikur këta të silleshin me ju, të kishit miq dhe të silleshin me ju në këtë lloj farfeje, në këtë lloj far mënyre, ju nuk do t'i kishit mbajtur miq këta për asnjë sekond, sepse këta do të ishin konsideruar si llumi i llumit llumit. Atëherë, këta janë sjell kështu, me anë të mediave këta e kanë legjitimuar këtë lloj sjellje dhe tani më është bërë e pranueshme që këta sillen kështu me njërin tjetrin dhe njerëzit janë ende tifoz të skuadrave të ndryshme, pa e kuptuar që këto skuadra po na çojnë drejt një gremine jashtëzakonisht shumë të dëmshme për interesat tona dhe që na kanë shitur jo një herë, jo dy herë, po 10 herë, 15 herë dhe këtë herën e fundit na kanë shitur totalisht tek një padron i ri i cili kërkon haraqin. Pra, nuk janë as më vetë këta në kontroll të plot, nuk kanë qenë kurrë, interesat e huaja kanë qenë gjithmonë këmbkryq në Shqipëri, por këta kanë mbërritur në atë pikë sa që këta nuk pyesin më për asgjë. Këta na kanë shitur me kuq e me maç, thuhet në jug të Shqipërisë. Dhe nuk e kanë pra fare problem. Pra, duhet vi një moment që shqiptarët thonë mjaft. Dhe momenti ka kaluar, duhet ishte sot, duhet ishte dje, por edhe nëse nis nesër, mjafton. Nesër duhet me qenë dita ku gjithë shqiptarët thonë mjaft më orti, se nuk mban më dot ky popull. Mjaft më sepse tani janë bërë shumë. Ne mbajmë, po jo kaq shumë. Dhe prej kësaj për mendimin tim duhet dalë zgjidhja që është manifesti politik i Bletës shqiptare i cili flet për shtet kombin. Le ta marri kushdo që është i Zotit dhe që e beson, dhe ta shpërndajë dhe ta lexojë dhe ta bëj projekt politik. Le të bëhet një grupim i cili të dalë të rish të cilët ta marrin përsipër këtë punë, por zgjidhja vetëm me shtet kombi dhe për të mbërritur te shtet kombi duhet rrëzuar kjo pari. Dhe jo thjesht Edi Rama si person, as Belinda Balluku, as të gjithë të tjerët, sepse nga ai stan ai Bylmet do dalë, por duhen rrëzuar të gjithë mekanizmat e brendshëm të kontrollit të pushtetit të Parisit, Tiranës dhe të atyre që i kontrollojnë nga mbrapa. Dhe duhet krijuar një pakt i ri, duhet krijuar një mënyrë e re të konceptuarit në parimet shtetërore, në parimet kombëtare dhe duke u mbështetur tek ajo që është më e mira që kemi ne shqiptarët. Se në fundit nuk do ta bëjnë as Bangladeshasit që vinë si sklever, as Filipinët që pastrojnë shtëpiat dhe as ata afrikanët e shkret që i sheh rrugëve në qytetet e Shqipërisë si punëtor me mëditje të përditshëm. Shqiptarët do ta bëjnë. Zoti Roy, Richard Grenell është parë në jug të Shqipërisë këto ditë, teksa pikërisht në të njëjtin vend po pushon edhe kryeministri Edi Rama, ku ky fundit është sjellë edhe sikur nuk po ndodh asgjë në vend. Në këtë rast, a shikoni se Grenelli mund të ketë ardhur me misione të caktuara, edhe pse tashmë nuk i ka më ato shërbime të administratës së Donald Trump. Në këtë rast, a mendoni se mund të ketë një pazar që po luhet nën tavolinë mes Grenellit dhe Edi Ramës? Grenell është një person privat, i cili nuk përfaqëson gjë në këtë moment, por me lidhjet që ka, Richard Grenell është një njeri i cili mund të përçojë mesazhe dhe në të kaluarën ka qenë njëri i cilit janë besuar mesazhe të caktuara. Unë nuk jam në dijeni të çështjeve të brendshme normalisht sepse nuk bëj pjesë në administratë dhe nëse do kisha bërë pjesë nuk do kisha lirinë që t'i thoja ato që dija, por nga ajo që mund të flasim nga pikpamja analitike, mund të thuhet me shumë qetësi që Shqipëria është një han pa porta, që Shqipëria është një treg i hapur, që Shqipërinë e ka çiflik kushdo që është në krye, dhe në këtë rast Edi Rama po e përdor si çiflik, dhe po e përdor si mjet shkëmbimi, si mall shkëmbimi për interesat e veta, është i aftë të shes gjithçka këdo, deri tokën shqiptare nuk e ka problem fare, por deri dhe njerëzit e vet afër, deri dhe familjen e vet, vetëm për të mbajtur pushtetin. Është Edi Rama, kështu është Ali Berisha, kështu janë të gjithë kështu. Këta thjesht përpiqen të mbijetojnë në këtë lojë që të kenë pushtetin, që të vazhdoj ky pushtet deri në fund. Nuk kanë asnjë lloj parimi dhe si pasojë Grenell vjen dhe gjen në Shqipëri politikanë të cilët nuk kanë interes shtetin e vet, dhe të jeni të sigurt që çdo shtetar i huaj, çdo njeri që punon për një shtet huaj, një shtet normal flitet, aq më shumë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka pik respekti, kur far respekti
për këta të cilët shesin vendin e tyre. I përdorin, bëjnë pazare me to, sepse normalisht i quajnë edhe miq publikisht, ju bëjnë edhe të gjitha lavdet, të gjitha këto janë pjesë e asaj lojës diplomatike, e cila nuk është fort e pastër, nuk është fort e çiltër, thuhen shumë gjëra të cilat nuk besohen realisht, por Edi Rama problemet që ka me drejtësinë në Amerikë dhe në vende të tjera nuk i blen dot, nuk e blen dot kaluarën e vet. Ashtu siç nuk e bleu dot Sali Berisha kaluarën e vet. Ju dha një çerek mundësie për të thënë që mu hoqën sanksionet, po ende nuk ka udhëtuar në Amerikë, ende nuk ka shkelur tokën amerikane dhe me gjasa nuk do ta bëj atë gabim, sepse nuk ka për ta pritur njerëj, sepse me shumë gjas nuk ka për t'i dalë suksesshëm një vizitë e tillë. Në të njëjtën situatë është edhe Edi Rama, në të njëjtën situatë janë gjithë paria e Tiranës, sepse ta shihen për atë që janë, hajna kriminela, njerëz të cilët janë pasuruar, por me të cilët duhet të merren tuaj, sepse tuajt kanë interesat e tyre, nuk kanë interesat tona për zemër, kanë interesat e veta. Dhe çdo gjë që i shërben interesave të veta të ankatshëm që të merren me këdo. Problemi nuk e kanë të huajt këtu. Problemin e kemi ne. Problemin e kemi ne shqiptarët, të cilët lejojmë këta njerëz na përfaqësojnë. Për sa kohë që ne mendojmë se ato 4 muret e shtëpisë, ajo shtëpia në plazh, udhëtimet jashtë shtetit, dhe dërgimi i fëmijëve në përshkolla në Londër mjafton për të konsideruar evropiane për të qenë nouveau riche, për sa kohë kjo mendësi sundon në Shqipëri, atëherë nuk kemi gjë të rrezi. Nuk kemi gjë të rrezi sepse s'do të kemi kur një shtetkom. Një shtetkom bazohet tek ndjenja e lirisë e gjithë secilit prej jush dhe e gjithë secilit prej atyre të cilëve do të fillojë t'ju vi era djegësir në shtëpi. Zjarri është ndezur, është brenda, vetëm tymi nuk ka dalë ende. Zoti Roy, apo mundohet Edi Rama që të blejë më shumë kohë, apo në këtë rast, siç e përmendët edhe ju, të shes interesat e vendit në mos krejt vendin vetëm për të shpëtuar lëkurën e tij? Edi Rama ka të paktën 10 vjet që blen kohë. Pra, po të jetë puna për blerjen e kohës, ai është mjeshtër i pa imitueshëm. Është një nga njerëzit mund të themi politikani më i suksesshëm i këtyre 36 viteve për shkak të kulturës, për shkak të mënyrës se si e ka kuptuar mendsinë e shqiptarëve dhe për shkak të asaj aftësisë që ai ka për të bërë pazare, për t'u blerë gjakun të gjithë kundërshtarëve. Pra sot ne kemi një situatë ku kundërshtarët e brendshëm dhe të jashtëm të Edi Ramës, ai jo vetëm i ka lënë, po i ka inkurajuar që të vjedhin edhe në emër të tij dhe tani luan lojra me lojra dominosh me njerëz të korruptuar, me njerëz të cilët në fundit janë peng të asaj që kanë bërë. E njëjta punë me opozitën, e njëjta punë me Ilir Metën, ai kurdo i mban afër, kurdo i largon dhe i çon burg, kontrollon në një mënyrë ose një tjetër të gjitha hallkat, sepse çdo kush që i është afruar anës publike, punës publike në Shqipëri, e ka gjakun në shitje. Për sa kohë që këta e kanë gjakun në shitje, Edi Rama është mjeshtër i shitblerjes tyre. Ndaj dhe unë po e përsëris për të disatën herë. Ata që janë realisht shqiptarë, ata që nuk e shohin veten si pjesë e llumit të Parisë së Tiranës që jeton në qendrën e parë, në unazën e parë, ata duhet që ta ndjejnë këtë punë më fort se sa të tjerët, duhet ta shohin që pavarësisht se mund t'ju vinë para nga jashtë, pavarësisht se mund të mendojnë që kanë fituar në këtë lojën e pislokut të brendshëm, fituesit e vetëm janë paria. Të gjithë të tjerët janë humbës, dhe humbës me diferencë të thellë, ndaj dhe duhet rebelohen, duhet të dalin dhe të mos i lënë vetëm ata njerëz. Zoti Roy, para pak ditësh ka pasur një deklaratë biznesmenit Alabarit, pra i cili do investonte në portin e Durrësit, i cili theksoi se përpjekja e tij për të investuar, pra ka qenë një gabim në portin e Durrësit. Në këtë rast ka pasur më parë edhe një reagim nga ana e kreut të Dhomës Amerikane të Tregtisë kundrejt qeverisë shqiptare në mënyrën se si po e menaxhonte portin e Durrësit. Në këtë rast a mendoni se mund të ketë, po themi, një dosje shtesë kundrejt Edi Ramës, nisur nga kjo nyje mjaft strategjike, duhet thënë, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin? Unë do thoja që pikës pari ato që ka thot Dhoma e Tregtisë shqiptare amerikane duhen dëgjuar me kujdes.
dhe sepse janë të bazuar në njohjen e disa fakteve të brendshme. Dhoma shqiptare amerikane e tregtisë ka shumë lidhje me shumë nivele të qeverisjes në Shqipëri, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal, pra informacioni që ata kanë në dijenin time është i plot. Pra, nëse kemi një denoncim të dhomës tregtare shqiptare amerikane, ai denoncim duhet marrë seriozisht. Nuk ka nevojë për këtë denoncim për ta ditur që porti i Durrësit është lopa që mielin grupet kriminale në Shqipëri, sepse normalisht që posti i dytë më i rëndësishëm në Shqipëri është thjesht drejtori i portit Durrësit. I pari është thjesht kryeministër, posti i dytë është drejtori i portit Durrësit. Sepse në portin e Durrësit hyn të gjitha pislliqet, nëse duam ta themi me një shprehje pak më popullore, hyn banania madhe në portin e Durrësit. Ne pas kemi qenë një popull që dashurojmë banane dhe marrim ton banane dhe i konsumojmë, pavarësisht se numri i popullsisë bie, numri i bananeve rritet. Kështu që kemi dashuri të çuditshme për bananet dhe të gjitha kalojnë nga porti i Durrësit, të gjitha kalojnë me dijeninë e autoriteteve, të gjitha kalojnë me dijeninë e atyre që janë në krye të ligjit dhe të gjitha pasurohen, të gjitha bëjnë pallate, të gjitha i pastrojnë parat në mënyrë krejt të ditshme të hapur, sepse në Tiranë pavarësisht se nuk ka më banor, se nuk ka më blerës, se normalisht që është përgjysmuar Shqipëria, pavarësisht se ka më shumë të huaj nga një herë në rrugët e Tiranës se ka shqiptar, vazhdon dhe ndërtohet me ritme të tmerrshme. Këto para dalin, gjitha origjinojnë në tregtin e bananes që vjen nga porti i Durrësit. Dhe për portin e Durrësit janë bërë luftra dhe vriten njerëz në grupet kriminale, pavarësisht se media nuk i evidenton ato çfarë kanë mbrapa këto atentatet e shumta që ndodhin her pas here në Shqipëri. Çështja e portit të Durrësit, mbyllja e portit që ka ekzistuar për mijëra vitesh dhe transferimi i tij në Porto Romano është një pjesë tjetër e tradhtisë kombëtare të kësaj parie, cila ka filluar me Sali Berishën dhe po e përfundon Edi Rama. Këta janë të gjithë në tavë, në punë, kanë bërë një gjë që nuk i intereson as pak shqiptarëve, e kanë justifikuar me budallallëqe nga më të shumtat, dikur Sali Berisha thonte ky do të jetë porti i Kosovës, e të tjera, ndërkohë që dhëndri dhe e bia ti blenin toka ndej, e të tjera për llogaritë i nipit të Serbisë, e të tjera. Pra, sot është vazhdimësia e kësaj. Edi Rama vetëm se ka vazhduar në këtë rrugë dhe praktikisht mbyllja e një porti me kalata, me numër kalata shumë të madh, domethënë me një numër normal kalatash, tani nuk më kujtohen shifrat eksakte, por është të paktën 3-4 fish më pak porti i ri se sa porti i vjetër, që nuk ka vend ku të rri. Kjo është thjesht njëra nga manovrat e shumta që paria e Tiranës bën për të përfituar diçka. Një pjesë tjetër Shqipërie që shitet në heshtje dhe askush nuk reagon. Zoti Roy, Eric Wendt tashmë do të jetë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Ju si mendoni çfarë do të sjellë ky ambasador nisur nga përvoja e tij ushtarake dhe ndërkohë paralelisht me të mesazhi që ka përcjellë ambasada amerikane në Tiranë ku thekson se ai do të transmetojë vizionin e presidentit amerikan sa i përket çështjeve të sigurisë në kuadër të Aleancës Atlantikut Veriut, por ndërkohë edhe për të pasur marrëveshje të drejta me bizneset amerikane. Në këtë rast, si mund të interpretohet ky mesazh? A ka një mesazh adresuar edhe qeverisë shqiptare se si do duhet të sillet në këtë rast edhe kundrejt bizneseve amerikane? Unë nuk mendoj se është mesazh, në radh parë përgëzime ambasadorit Wendt për detyrën që ka marrë, nuk ka qenë thjesht ushtarak, ka qenë ligjërues dhe drejtori i shkollës së kundër si quhet kundër insurgency që i thonë anglisht. Pra është një njerëz që ka njohuri të thella se si funksionojnë disa sisteme të caktuara,
brenda shteteve dhe se si minohen këto sisteme brenda shteteve. Në detyrën e tij diplomatike sigurisht që përfaqëson interesat e Shtetit Amerikan dhe personalisht të presidentit Trump, dhe unë nuk do ta shihja si mesazh ndaj qeverisë shqiptare, po si paralajmërim ndaj Parisit të Tiranës. Ardhja e ambasadorit është një pikë kthese në marrëdhënie, sepse do ndryshoj politika e Shtetit Bashkuar, se ajo ka qenë, ajo do të mbetet politika, por do të ndryshoj qasja e ambasadës, nga pikëvështrimi që tani më nuk kemi më thjesht disa burokrat të departamentit të shtetit, të cilët nuk e ndjenin se e kishin tagrin për të qenë më të zëshëm, po do të kemi një ambasador i cili e ka të qartë detyrën e vet, i cili e di se ku pikon çatia dhe i cili do t'i thotë gjërat me një qartësi më të madhe se më parë. Mirë po, duket qartë që Paria e Tiranës ka frikë nga ky emërim, sepse mendojnë që do të jetë një i ngjashëm me emërimin e një ish ambasadore tjetër që i kishte emrin Marisa Lino, por unë gjykoj që politika amerikane, sidomos e presidentit Trump, dallon disi, sepse nuk do të vi ambasadori që të na tregojnë se si duhet ta bëjmë dhe çfarë duhet bëjmë. Ambasadori do të vi dhe në radh parë do të vlerësoj se çfarë janë të aftë të bëjnë shqiptarët. Nëse shqiptarët e kanë besimin tek vetvetja që të rebelohen dhe të kërkojnë një shtet normal, apo mendojnë se do të vazhdojnë në këtë katrahurën ku jemi sot. Dhe në fundit ambasadori ka për zemër interesat e shtetit të cilin përfaqëson, pavarësisht se jam i bindur që do të bjerë dhe ai siç kanë rënë të gjithë ambasadorët e tjerë në dashuri me Shqipërinë, se shqiptarët janë popull shumë mikpritës dhe shumë i ëmbël, por kjo nuk ka shumë vlerë për diskutimin tonë. Ajo që ne na duhet të kuptojmë është që me këtë ambasador kemi të bëjmë me një njerëz që ka tagrin edhe politik, edhe diplomatik, kemi të bëjmë me një njerëz që e njeh lojën shumë më mirë se sa thjesht një burokrat, sepse është një njerëz që ka qenë edhe në luftëra e të tjerë, dhe është një njerëz i cili do t'i thotë qartë mesazhet e veta dhe nuk do të fshihet pas perdeve diplomatike. Është e mundur që edhe zoti Grenell të ketë ardhur si para prirës i mesazhit që do të sjellë ambasadori. Po, unë këtë nuk mund ta them, se sigurisht unë nuk flas në emër të as qeverisë as të departamentit të shtetit, po çdo gjë është e mundur. Zakonisht kështu funksionojnë këto gjëra, që çohet një mesazh me një dikë civil përpara se të vi mesazhi zyrtar. Të paktën në 96-ën këto mesazhe kanë ardhur Sali Berishës, që i ignoroi. Duke ju referuar gjuhës politike që përdor Donald Trump dhe përfaqësuesit e tij kryesisht që dërgohen në vende të ndryshme të botës dhe në këtë rast me ambasadorin e ri amerikan në Shqipëri, a mendoni se do të ketë, ashtu siç e përmendët në fakt, do të ketë një gjuhë më të ashpër larg gjuhës së drujt, një gjuhë që mund godas direkt qeverinë e kryeministit Edi Rama dhe direkt sistemin politik? Unë mendoj si që a thash se nuk është puna e ambasadorit godas sistemin politik. Puna e ambasadorit është të ruaj interesat amerikane. Nëse ky sistem politik rrezikon interesat amerikane, atëherë ambasadori do të hidhet në veprim, siç i takon të hidhet në veprim. Nëse ky sistem politik gjen mënyrën që të mos, siç ka filluar, domethënë se mos harroni që kryeministri sapo mori një borxh $300 milion për armatime, për një grusht hekura që do i hidhen hi syve shqiptarëve, do fitoj dikush tjetër, do marrin secili pjesën e tyre këta, po ajo është diskutim në vete. Kredin e mori dhe e mori pikërisht me këtë qëllim, se është relativisht i njohur me mënyrën se si funksionon administrata Edi Rama, me qëllimin e vetëm që ti përafrohet administratës amerikane dhe të thotë që shiko, unë bëj çfarë doni ju, vetëm na lejoni ne që të rrim pushtet dhe tjerat janë në rregull. Nëse populli e pranon këtë, nëse shqiptarët e pranojnë skllavërinë me mosveprimin amerikan, nuk ka për ndërhyrë ambasadori. Ambasadori do të ndërhyjë në qoftë se i prishen interesat të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ambasadori do të ndërhyjë në qoftë se lufta e tretë botërore e cila ka filluar
cilën ne ju patëm paralajmëruar, kemi folur edhe në këtë podcast, por para 2 viteve të shihnin gjithë si UFO kur thoi që ka filluar lufta, e tani e shohin të gjithë qartazi që lufta është midis. Në qoftë se Shqipëria, e cila është vend kyç në Evropë, për shumë arsye gjeostrategjike, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk i përgjigjet kërkesave, atëherë ka mënyra të tjera për të kërkuar një diçka që nuk ta jep qeveria, por për sa kohë që qeveria jon hap dyert dhe lejon interesat e Shtetit Bashkuara të mos cënohen, nuk ka interes ambasada që të ndërhyjë. Interesin e kanë shqiptarët. Shqiptarët duhet punojnë për shqiptarët. Dhe pastaj ti kërkohet në mbështetje miqve tanë, cilët në perëndim janë shumë pak, përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk më vjen mend ndonjë vend tjetër që është mik i Shqipërisë. Por miqt nuk do të vinë edhe të ta ndërtojnë shtëpinë ty. Shtëpinë do të ndërtosh vetë. Patjetër. Kur thoni se ambasadori i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës vjen në Shqipëri ashtu si të njëjtën periudhë të vitit 1996, çfarë nënkuptoni në këtë rast? Unë thash që kjo është pritshmëria e Paris-Tiranës. Ky është leximi që i bën Paria Tiranës, që e sheh një emërim të ngjashëm me atë të Marizalinos. Njerëzit le ta kuptojnë siç duan këtë, nuk jemi fort larg asaj situate. Situata nuk është e pangjashme me 96-ën, e vetme gjë e pangjashme në gjykimin tim analitik është që këtë herë është shumë më pak e kontrollueshme. Në 97-ën, megjithëse duke kaotike, megjithëse vdiqën mbi 3000 vet dhe u shkatrua Shqipëria, u shkatrua ushtria etj, ishte ende e kontrolluar për shumë arsye, dhe nga jashtë dhe nga brenda. Tani unë mendoj që në kushtet e një lufte botërore ku autoriteti botëror është më pak i përcaktuar, ku po luftohet për kontrollin e zonave shqiptare, ka shumë ndërhyrje të ndryshme të fuqive të mëdha, dhe në momentin kur Shqipëria është një, duhet të qëndrojë në ndikimin e caktuar, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër për shqiptarët përveç se të jemi në ombrellën e politikës së jashtme amerikane. Në këto kushte, një shpërthim i tillë do të jetë shumë më tepër i dëmshëm, do të shkojmë në kushtet e një libanizimi të skajshëm, ku të gjitha grupimet, se shikoni, shteti jep sigurinë çdo qytetari. Në momentin që shteti nuk e garanton sigurinë e qytetarit, qytetari shkon dhe e kërkon sigurinë diku tjetër. 2 janë mënyrat. Një, e kërkon sigurinë tek ata që e japin me rent, pra grupet kriminale, grupet e forcës, kushdo që në këmbim të pagesës të jep të rent, ose mënyra e dytë, e ngjashme me të parën, është që të shkosh tek grupi i cili ti e ndjen identitetin tënd. Dhe në këto raste, identitetet më të forta, të cilat janë kultivuar sot e 36 vjet, janë ato fetare, janë grupet sektare, janë grupet etnike, në të cilat Shqipëria është ndarë. Pra ne kishim 3.2 milion shqiptar të vetë deklaruar në vitin 90, sot kemi 2.8 milion qytetarë të Shqipërisë, nga të cilët vetëm 1.1 milion deklarohen shqiptar. Me vetë deklarim. Kështu që kemi një ulje të frikshme të shqiptarëve në shtetin shqiptar, kemi një ulje të frikshme të banorëve, që duhet ishim 5 ose 6 milion dhe jemi 2.8 milion në letra, se në realitet mund të jemi shumë afër 2 milionshit. Kemi situata jashtëzakonisht të tjera shumë më të dëmshme se sa i kishim në 96-ën, pra ne sot jemi shumë më vulnerabël, shumë më të dobët se sa ishim përpara. Por situata është mjaftueshmërisht e ngjashme. Zoti Roj, besoj duhet ta keni ndjekur çështjen sa i përket aeroportit të Florës, ku duket se Bexhet Pacolli tashmë është nxjerr jashtë loje dhe Edi Rama në këtë rast duket se është përplasur me vet Pacollin, duke sjell në këtë lloj situate. Ju si e shikoni, si është e mundur që një biznesmen i tillë goditet në këtë lloj forme ku ministria ka nisur edhe procedurat për ta zhbërë investimin e biznesmenit? Ju mund ta konsideroni Pacollin biznesmen, unë e konsideroj kolon të pestë ruse në shtetet shqiptare. Kjo është përgjigjja ime, të tjerat le ti shohin vetë shikuesit tuaj. Nuk më vjen keq që më në fund ju hoq Pacollit, po i njëjti person që ja dha dhe ja hoqi, ja ka dhënë dhe në Karavasta,
nuk është hera e parë që Pacolli merr, këtu janë thjesht pazare që janë prishur, por Pacolli shkollon e 5 nuk ka lidhje me shqiptarët Pacolli. Pacolli ka më shumë lidhje në Moskë se sa i ka në Tiranë. Por kjo duhet na bëjë të mendojmë që ju dha Pacollit një aeroport i tillë për çarsye, në Shqipëri asgjë nuk ndodh pa dijenin dhe pa miratimin e qeverisë. Ka një dokumentar për këtë punë, është një dokumentar që i shkon deri në gjysmën problemit të gazetarit Artan Rama, i cili e tregon deri diku, se pa i rënë në qafë shumë Paris Tiranës, po gjithsesi e tregon se si janë thyer gjitha ligjet e ndryshme për aeroportin e Vlorës, pa e vrarë mendjen askush, dhe deri para pak muajsh, kur Pacolli u bë problematik, qeveria ja lehtësonte, ja bënte të gjitha, po këta që ja hoqën, këta ja dhanë. Kështu që aty ka interesa kriminale që shkojnë shumë përtej asaj që duket. Nuk do të vite shumë keq që e humbi Pacolli, por vjen keq që është ndërtuar në një zonë të mbrojtur, më vjen keq që në Shqipëri çdo gjë, se po të ishte ndërtuar një zonë të mbrojtur me një qëllim strategjik, mund edhe ta pranonim. Mund edhe të thonim që ka sakrifica që duhen bërë për arsye 1, 2, 3, 4, 5. Por është bërë thjesht për të shplar paratë drogës, është bërë thjesht për t'i dhënë më frymëmarrje qeverisë së zotit Rama, dhe ata janë pronarët, e quajnë veten pronarët e Shqipërisë, por në fakt pronari real është Sindikata Ndërkombëtare e Krimit tani më. Ata janë thjesht qehajajt e Sindikatës Ndërkombëtare të Krimit. Qehajajt e pasur, po gjithsesi qehajaj. Zoti Rojt, kalojmë pak në Kosovë, ku Albin Kurti është goditur me vezë mes kuvendit, ndërkohë kur kërkohet konstituimi i kuvendit, kërkohen ngritje institucioneve të reja. Në këtë rast çfarë po ndodh me vetë Kosovën dhe Albin Kurtin? Unë kam disa vite që e them duke këtë punë, po bëhet një vit e gjysmë që Kosova është në një rrjedh zgjedhjesh të përhershme në një qeveri e cila ka humbur legitimitetin sepse nuk përfaqëson më shumicën e qytetarëve, pavarësisht se shumica e qytetarëve e kanë votuar. Mirëpo, në këtë pikë ku janë çështjet, nuk ka më vlerë që të flasim se kush janë fajtorët. Lufta politike, punën e vezëve në parlament, zoti Kurti e ka futur, kështu që tani më nuk ka më mundësi që të ankohet për punën e vezëve. Por nga ana tjetër, ndasit nuk i shërben Kosovës, goditja e institucioneve nuk i shërben Kosovës. Unë kam të paktën një vit e gjysmë 2 që bëj thirrje të madhe për një qeveri të përbashkët. Populli i Kosovës i beson Albin Kurtit shumicën, diku nga 45 deri në 51-52% në varësi të numrave. Atëherë duke qenë që ai e ka shumicën, ai ka drejtën të zgjedhë qeverinë, po duhet bërë një qeveri e përbashkët, duhet bërë një zgjidhje institucionale e të gjitha institucioneve të Kosovës, për të gjitha institucionet e përkohshme deri në zgjidhjen e statusit, sepse Kosova është një moment kyç, është një moment shumë delikat, është një moment ku Evropa ka rekuperuar qasjen e vet pro-serbe, është një moment ku lobi serb është duke punuar me një forcë të jashtëzakonshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të rekuperuar, nuk ja ka mbërritur deri më sot, por trysnia që po ushtron lobi serb në Washington dhe kudo tjetër në politikën amerikane është e pa llogaritshme për shqiptarët. Ndaj dhe Kosova gjendet në një moment kyç, fatkeqësisht nuk ka ndërtuar shtet konsoliduar, fatkeqësisht me gjithë përparimet që janë bërë, që i duhen njohur kryeministit Kurti, nuk ka mbërritur dot që të ripaqtoj skenën politike, dhe pa një ripaqtim të skenës politike, pa një përbashkim të interesave të atyre që duan të punojnë për shqiptarët në një trung të vetëm, pavarësisht se nesër mund të dalin përsëri kundërshtar, Kosova ka probleme madhore. Unë uroj shumë që të paktën këtë herë të gjendet një zgjidhje politike. Duhet denoncuar gjyqi i Hagës, që është një gjyq fars.
Dhe kjo s'ka lidhje me cilësinë politike të atyre komandantëve, po kjo ka lidhje me historinë e popullit shqiptar. Ata janë komandantë UÇK-s dhe për atë fazë ata janë herojt popullit shqiptar. Çfarë kanë bërë më mbrapa, çfarë lloj gjunahu që të kenë, duhet të jenë institucionet e Kosovës që ju a japin dhe jo një gjyq fars atje me të dhëna serbe, por kjo nuk duhet pengoj në krah tjetër që të vazhdoj puna në Kosovë për një përbashkim politik, për një faktor të vetëm që t'i kundërvihet faktorit serb, sepse fatkeqësisht në Tiranë nuk e kam shtetin e duhur Kosova, Tirana ka shumë frikë Kosovën, duhet të thënë edhe kjo, sepse qendra e nacionalizmit shqiptar nuk është më në Tiranë. Tirana, siç thash, është nga 3.2 milion të vetë deklaruar, kemi 1.1 milion shqiptar të vetë deklaruar, pra Tirana e ka humbur shkëlqimin e të qenit qendra e kombëtarizmit, e ka tani më Prishtina, e deri diku Tetova dhe Shkupi. Problemi është që gjithë këto energji duhen bashkuar për interesin kombëtar. Dhe interesi i Kosovës është që të jetë një grup i vetëm, një zë i vetëm përkundrejt Serbisë. Çdo gjë tjetër politike, legjitime apo jo legjitime, çdo lloj problemi tjetër e dëmton interesin afatgjatë Kosovës, pavarësisht se, siç e thash, çështjen e vezëve e ka futur në diskursin politik vetë kryeministri Kurti, kështu që tani më i duhet përballet me të njëjtat mjete. Në këtë rast, në mënyrën se si po shkon Kosova në këtë rreth vicioz, a mendoni se Albin Kurti do të bëhet më i fortë apo do të shkojë drejt ikjes nga politika? Nuk janë këto dyja zgjedhjet e vetme. Ndasia që ekziston në Kosovë është reale. E kam thënë dhe përpara në këtë podcast, fatkeqësisht ke një ndasi të madhe midis ish-shtetistëve dhe atyre që punojnë për kombin, ke ndasi të madhe midis katundit dhe qytetit, urbanes dhe fshatares, ke një ndasi të madhe rajonale, një ndarje të zonave të komandantëve, siç kanë qenë kohë të luftës, ku secili ka influencën e vet, ke pastaj përpjekje për të blerë influenca ndaj këtej, pra kemi një feudalizim, do thoja unë, të situatës politike në Kosovë, ke edhe ndikime nga jashtë të shqiptarëve jashtë atë dheut, domethënë shumë prej tyre dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndikime jo fort të këndshme, sepse janë ndikime të bazuara në interesat e individëve dhe jo në interesat kombëtare, por në çdo rast këto lloj ndasish nuk i bëjnë mirë të ardhmes Kosovës. Pra unë nuk mendoj që do të kem dy zgjedhjet janë ose do iki Kurti ose do bëhet diçka tjetër. Nuk e shoh që Albin Kurti ta humb legitimitetin për momentin, sepse siç e thash, bëhen zgjedhjet dhe kur nuk bie në më pak se 45%. Pra ka një shumicë të konsoliduar brenda Kosovës që voton Albin Kurtin. Për sa kohë që populli don Albin Kurti takon të udhëheq Kosovën, por amai duhet të sillet si udhëheqës. Si udhëheqës i Kosovës, e ndoshta dhe përtej asaj, dhe jo si udhëheqës i atyre 4-5 qyteteve dhe katundeve që e votojnë. A 10, a 15, nuk po dua ta minimizoj, po sjellja politike duhet të jetë prej shtetari dhe jo prej kryetari partie. Zoti Roy, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.